Do pim verë, por nuk është 33.000 euro. Vera. Vera, ja, ai gëzuar. Faleminderit që më ftuat në këtë intervistë, e kam pritur prej kohës. Je bërë kryefjala e fushatës zgjedhore të 11 majit për mustaqet e tua. Janë të mia, janë mustaqet e Qelo Picarit, Picar Gjirokastër. Mustaqet, nëse ju pyetni seriozisht, janë një amanet i gjyshes time, të cilës në këto momente i lëvizin kockat në varr, themi ne. Sali Berisha dhe Edi Rama po zihen për mustaqet e Qelo Picarit apo për mustaqet e Kujtim Gjuzit? Okej, është i hershëm me çështjen e mustaqeve kryeministri. Po të lexoni Kurbanin, faqe 49-50, ai pikërisht flet për mustaqet e Qelo Picarit. Se edhe vet ai nuk e di nga është. Pra Edi Rama i bie që është tropojan dhe është kryeministri i 7 tropojan me origjinë. Pra, unë jam një njeri që nëna ime më mësoi 7 vjeç të qëndis janë gjergjet sa e s'kishte vajza. Se dikush mund thot, në fund të intervistës, gati 90 minuta, thot, Kujtimi ishte pak dejshëm. Kujtim Gjuzi e ka këshill nga Sali Berisha, nëse do të jesh i freskët, pi lëng shege dhe ujë. Do ta marrësh shishën me vetën, çfarë mbravo keni ju? Se kamerë se do më helmoni ju mua? Po pse ku do e pi? Unë pi gjithë shishën këtu, po mbaron intervista. Pse e ke frikën që mund të të helmoj dikush? Unë nuk kam frikë asnjë përveç Zotit. Kujtim Gjuzi dhe Sali Berisha janë kurshi. Po. Nuk ka gjumë me Sali Berisha. Se të dërgon 3 natës mesazh. Ky tate në ky lale këtu nuk e kalon pa fustona gocat veta janë të treja me arsim të lartë. Që do të thotë nuk kanë pas nevojë me kaluar në semafor. Po unë di not se ju po flisni me krye piratin e vaporit Vlora, po megjithatë do ta themi më vonë. Kam dëgjuar për këtë histori, kështu që nëse do jetoje në kohën e Trojës, edhe do kishe përballë Helenën e Trojës. Çfarë do i thoje greqisht pastaj na e përkthesh shqip? E kam në shtëpi Helenën e Trojës. Ise luludhi koqino. Domethënë, në moment ju të detyroni që të përlotës. Arqile Boti, përveç flokëve, çfarë këshille të dha për jetëgjatësinë seksuale? Jam dash në horoskop. Jam dash në horoskop. Tani mund të shkosh edhe të flesh në ndonjë nga dhomat. Të falem mbretëreshës, kënaqësi dhe ne u takofshim një herë tjetër. Ju falenderoj shumë. Përshëndetje në Close Friends me Kujtim Gjuzin. Të vendos një epitet dhe unë? Se je bërë kryefjala e fushatës zgjedhore të 11 majit për mustaqet e tua. Janë mustaqet e Qelo Picarit, Picar Gjirokastër, se përmetin edhe Tepelenën, edhe me Malijaj, po ashtu edhe Dropullin, edhe Libohovën, e Belerve, e merë prefektura Gjirokastër. Pra mustaqet janë Qelo Picarit, se më të mjetë. Sali Berisha dhe Edi Rama po zihen për mustaqet e Qelo Picarit apo për mustaqet e Kujtim Gjuzit? Unë mendoj që ata të dy nuk zihen se kanë përgjegjësi. Dhe okej, është i hershëm me çështjen e mustaqeve kryeministri. Po të lexoni Kurbanin, faqe 49-50, ai pikërisht flet për mustaqet e Qelo Picarit. Se edhe vet ai nuk e di nga është. Për shembull, disa thonë që është tropojan. Disa thonë që është nga Curre e Epërm. Disa thonë që është Ashkali Mongol Gjingistanit. Të gjitha këto mos më thonë gjë, se burrat e Gjingistanit janë deri 1,65-70, kurse meshkujt e Dardanis, nga ka thënë Indjeri babai i Ramës, ka thënë që jemi të Dardanis, jemi Dardan. Në vitin, më duket me elektrifikimin e vitit 1971 në vizitën e diktatorit në atë zonë. Kështu që mustaqet, nëse ju pyetni seriozisht, këto nuk janë mustaqet e mia, janë një amanet i gjyshes time, të cilës në këto momente i lëvizin kockat në varr, themi ne. Nëse ne do t'i referoheshim fermës Orwellit, do t'i thosha Ramës që shikoj, ju jeni gafore. Jam dhe unë gafore si Edi Rama. Dhe kështë problemi madhe, mu më duhet të ruam tani. Se ja kam dalë me një gafore, s'mundja dalë me 2, me 3. Por, Ramës i them, do rrish urtë shkosh në presidencë, apo
Edi Rama, kur I thash një herë një presidenti që kujdes, po s'do dorëheqjen do përfundosh pas hekurave. Ai sot është pas hekurave dhe unë pikërisht nga veprimet e qeverisë Rama kam marrë angazhimin ta nxjerr nga hekurat, ky quhet Ilir Meta. Ilir Meta. Tani do pim verë, por nuk është 33.000 euro. Vera. Vera, ja. Po. Të lutem, do më lejosh. Kemi dy versione, e bardhë dhe kuqe. E bardhë dhe e kuqe. Nëse ju do të ishit shkodrane, ne kemi lënë peshku në furrë, ose të piqet, ose të digjet, peshk krap, I thonë shkodran. Ju e keni informacionin që unë e dhënë në Shkodër, dhe djalim është nip në Shkodër, edhe ata thonë kështu, për verën e bardhë, nëse ke marrë peshk krap, e ke çu në tavë, dhe nuk e shoqëron me verë të bardhë, më mirë më dërgo atje, më dërgosh pak dialekt I jugut, po do të përzim pak, se ne jena në mes Tiranës, ose më qo, om pi me ven, om qo ku kam ken, po nuk bëhet fjalë për verën e kuqe, se verën e kuqe e pin gjaku I Krishtit, Gjaku I Krishtit, gjaku I Krishtit, dhe gjakun e Krishtit kena qef që ta pimë dhe ne, Bektashit, sepse ne, shiko shoh një veshje tu e mësonte që është veshje shpresë e Bektashive gëzuar Nevruzin, ju besimtar, bektashian, musliman, Ramazan, ta kaloni sa më lehtë këtë festë. Pra ju keni një veshje të shpresës, por ndërkohë keni një veshje tjetër kuqezit kombinuar që tregon forcën e shqiptarëve. Ose më lejo të drejtohem që në këtë moment mbretëresha dhe unë jam në urdhrat tuaja, por në moment që marr protokollin konservator. Konservatorë do në protokollet. Pra ju do të pini verë të bardhë. Unë do pi verë të bardhë. Atëherë në lejo që shishet I kemi bërë gati, për ju miq, I kemi bërë gati më përpara se s'mund të... Atëherë ju duhet të provoni, është e pëlqyeshme apo jo, nëse po, atëherë do t'ju ashtoj pak. Është e mirë? E mirë është. A I dini ju që kjo verë vjen nga Malësia e Madhe apo nga Shkodra? Nga Malësia e Madhe që kam përshtypjen që është e gjithë zona. Do të thot, askush nuk mund të kaloj, se atje nuk të lejon ligji I Lek Dukagjinit. Një nga 17 principatat shqiptare, ju e dini shumë mirë që është principata e Dukagjinve. Dhe pasaj vjen principata e Prognit, vjen e Zaharis, por në herë kanë bërë krushtëqi me Përmetin, në qytetin e Luleve, kanë bërë krushtëqi me Korçën, kanë bërë krushtëqi në Himar. Pra Edi Rama I bie që është tropojan dhe është kryeministri I 7 tropojan me origjinë. Po, se kisha dëgjuar ndonjëherë që Edi Rama është tropojan. Tani Unë di që Sali Berisha është tropojan. Ashtu? Apo kanë lidhje me njëri tjetrin? Po që Ahmet Zogu është nga fshati Zoga I Tropoj. Po që thonë diktatori Hoxha ka damar Bosnje, Tropoj, Dardani, deri poshtë në Gjirokasës, dhe burrat e Gjirokasës nuk janë mbi 1,75. Diktatori në fakt ishte 1,87. Unë jam 1,72, kam thënë zbath, duke u plagur I bie që rrudhesh. Ulet dhe tani jam 1,70, por këtë e kompensoj me hilaritet, po themi. Hilariteti është stilimi, është gusto, dhe kjo s'është e imja. Pra, unë jam një njeri që nëna ime më mësoj 7 vjeç të qëndis, janë Gjergjet, sa e s'kishte vajza. Unë nuk jam vajza, jam 4 kalamaj. Dhe I them gjithë atyre djemve që keni në për stafe jue, ku janë, që kalojnë kohën e Krishtit, 33 vjeç, martohen, ta mbajmë Shqipërinë me gjak 3, ja I ka unë, edhe 13,7 vite kam unë edhe me mesatare ponderike, si pas studime amerikane, shqiptarët desin. Aq mund t'jetosh? Po, 13 është mesatare ponderike, dhe më thonë, burrat e Shqipërisë jetojnë 79,7 vjeç. Femrat e Shqipërisë jetojnë 85,6 vjeç. Kjo është në varësi se si kanë ndruar jetë të partë e tyre. Për shembull, nona ime është 84 vjeç për një muaj, ju qa një muaj? Nga sot për 10 ditë. Pra në ime 84 vjeç, mbretresha që mbretëresha jote. Pikërisht mbretreshat na lindin ne që na mbrojnë ne në momentin e parë, pastaj kur ne kalojmë adoleshencën e vonë, jemi ne ato që dersin mustaqet. Për njëri shaka me mustaqet. Me Çelo Bicarin bëj shaka. Se da I ka bërë shaka dhe Ali pastaj I rregulloi mirë në Hormovë dhe në Kardiç quhet ajo zona atje. Po. Po Picari me Kardiçin janë
me kuaj ose me mushka nuk janë më shumë se sa 7 minuta. Mos ndoshta bëhet xheloze Tirana se kanë përshtypjen që portretit të tij nuk i shkojnë mustaqet. Edi Rama është i gjatë. Ahmet Zoghi ishte me mustaqe, pse se keni një përgjigje për këtë. Ai thotë që jam një pëborri. Një sekondë, lutem. Po, e kam lexuar. Për ata që thonë që kush e ka hap verën në kujtimit. Pak verë. Për ata që thonë që kush e ka hap verën në kujtimit, kur jemi me një zonjë, gjithmonë duhet të kemi kujdes, të shërbejmë asaj përpara, ne s'mund të pim kot më kot se na duhet masi të mbarojmë me rujt zonjën mbretneshën, sidomos kur kanë taka. Është problem të rish afër, do ta mbash ti, jo të fus krahun e automatik këty, ti ta mbash. Deri kur ta dorëzosh te shtëpia vet. Atëherë. Ai gëzuar. Faleminderit që u ftuat në këtë intervistë, e kam pritur prej kohësh, është kënaqësi e madhe që të jem me një zonjë me origjinë nga Përmeti, qyteti. Këtu do të them një të vërtetë, kam qenë 23 vjeç. Kur kam vajt një drek në një shtëpi të përmetarëve, kam neti mahnitur, dhe kur kam marrë në shtëpi kam thënë gatimet e ke shumë të mira, por çka kam thënë? Kam shumë përmeti thash dhe e zonja shtëpisë vuri për parsën e bardhë dhe kokorën sipër që asnjë fije flogu të miq mos përfundonte në pjatë. A është e vërtetë kjo? Është e vërtetë. Pastaj nëse duan të dehin në përmet, të fusin te likoja e përmetit, e arrave, e fiqve, e patligjanave, dhe hajde të dalin. Edhe me të bërë me diabet, diktatori Hoxha bëhet kriminal. Pse nuk funksionon mirë sipas kardiologëve. Shumë interesante dhe ndaj e përmenda si fjalë sepse doja të pyesja edhe për diktatorin. Çfarë mendimi ke për diktatorin? Shikoj, është pyetje e vështirë për të përgjigjur atë, sepse me kombinacionin e tij unë kam zënë zyrën. Nuk mund t'i themi zonja se nuk e ka merituar fjalën zonjë Dibrania. Neçmia Hoxha, po flisni për Neçmia. Po pikërisht. Ajo vuri re kur unë gjita në krye të Partisë Konservatore që nuk e godisja edhe kur dikush i thonte zonja e zezë. Në fakt nuk ka zonja të zeza nëse lindin 3 fëmijë. Diktatori ka lënë pasardhës 2 djemë dhe njëri nga djemët ka emrin Ilir, të cilën unë njoh nga afër. I tjetri e ka Sokol. Pyetja është, pse Sokol dhe Ilir? Sokol nuk ka pas mbret. Po Sokolët janë të Dardanis, do të thot, e ka thirrur gjaku apo e dinte diktatori që ishte Dardan? Pse e vran Bimbashin? Pse shkoi dhe përgëdheli Çerçis Topullin? Pse? Po Çeçua nga ishte? Pse Çeçua u vran në Shkodër? Për çfarë u vra? Se donte një kompaktësi albane, pra ishin njerëz jo vetëm armatol, po futemi në tashin kryetari i Partisë Konservatore e përdor këto. Armatol do të thotë shoqëruesit e ministrit brendshëm, të kryeministrit, të presidentit apo të kryetarit të kuvendit. Këto quhen armatolët. E Ali Pash Tepelenës, nëse do ta themi kështu. Atëherë, pse këto dy emra? Po emri i vajzës është Pranvera. Si mund ta godasun një zonjë? E dini ç'më ka thënë? Se unë s'mund të them driti pas shpirti, se nuk më lejohet për atë, se më kanë vrarë gjyshin. Pra kaminatin e gjyshit. A e dini që tha? Ne kemi marrë Shqipërinë, tha, ne komunistët, se kështu fliste. E unë i thash, jo s'keni qenë vetëm komuniste, keni qenë anëtare Partisë Rinis fashiste. Kuptohet që nuk i erdhi mirë. Ne kemi marrë shtetin me 880.000 njerëz, juve jo kemi dorëzuar me 4.2 milion njerëz, çka kërkon nga unë. I thash, të kam fyrë ndonjëherë? Jo, tha, dua ta di pse. Se ju kemi krushke, thash, jeni di bran, ju kemi prit në Tiranë, po si ju kemi prit në Tiranë për të na vrarë. Prandaj, ne nuk duhet vrasim. Tiranë do të thotë, po ti referohemi gjuhës greke, vrasës. Po. Se ju dini dhe greqisht. Po normal. Pim dhe pak verë që të hysh pak është vetëm një urdhër që unë nuk e respektoj pafund. Pse? Se dikush mund të thotë, në fund të intervistës, gati 90 minuta, thotë kujtimi ishte pak dejshëm. Kujtim Gjuzji e ka këshill nga Sali Berisha, nëse do të jesh i freskët, pi lëng shege dhe ujë. Nëse pastaj do të kalosh në 5D,
ose 5 sh, nga mjesit deri në mjesin tjetër, pish uiski, kur ulesh në një vend, dhe ti nuk e di se sa lek ke në xhep, ose sa lek ka në xhep ai tjetri, ti s'mund pish pa fund. Megjithatë, unë jam ekonomist. Do ta marrësh shishën me vetën, çfarë mbravo keni ju? Se kamerë se do më helmoni ju mua? Po pse ku do e pi? Unë pi gjithë shishën këtu, po mbaron intervista. Pse e ke frikën që mund të të helmoj dikush? Unë nuk kam frikë asnjë përveç Zotit, se unë kam trashëgimtarin. Nuk kam frikë askënd. Askënd. Ja, po ekziston si frikë kjo në këto kohë të trecuara. Se kryefamiljari duhet kujdes për familjarët. Sa do mund të rritet djali im, vajzat e mia të kenë bashkëshortet e vetë siç i kanë dy. Ti do të jesh i kujdesshëm se ato kanë nevojë për ty. Dhe unë marr një leksion një natë nga dhëndri im. Se Dorontina, vajza ime, Dea, është e martuar me nipin në të katërt të Sali Berishës. A mund t'i bi ndeshën Sali Berishës? Është e vështirë, se s'lejon kanuni, po s'të lejon kanuni. Kujtim gjuzit dhe Sali Berisha janë krushi. Po, edhe kanuni i Bëndës, edhe kanuni i Labëris, janë derivat i kanunit thamt Lek Dukaqinit. Te Principat e Arbrit, te Gjon Bue Shpata, kena dalë posta që jena në Athinë, prandaj Edi Rama në një moment caktuar tha, ju keni folë shqip. Po kush janë këta njerëz që bën shtetin grek dhe monarkinë greke? Një dashuri lind gjithçka, nuk lind vetëm fëmijë, lind edhe shtete, po shtetet shkojnë e vinë. Ama gjuha duhet ruajtur. Dhe ata që kanë ruajtur janë më të mirët e më të mirëve. Kush janë? Arbanitasit, jo arvanitasit. Sepse leksiku grek, ose alfabeti grek, është më i vonë se gjuha e Priamit që po flasim në dy. Këtu ka drejt, ta them tamam? Thuaj e fiks. Nipi ballistave ka drejtu që ka marrë titull shkencore. Që është? Po Ishulli Sazanit nuk mund t'jepet kollaj. Besoj të kam dhënë përgjigje. Po. Tani, po të kishe... Ju kujtoni se s'kam unë informacion, pas me ju keni Sazan gura. Ua, po kush ta tha ty? Tani, unë kot nuk jam njeriu që gjej për afërsi shenjën, ku ndodhet dikush, se George Bush, t'i kthejmë George Bushit. George Bush, kur ishte president, sa po e merr postin, këshilltari i zyrës quhet. Nuk quhet këshilltari i presidentit, po këshilltari i zyrës. Këshilltari i zyrës merr gazetat, merr revistat, merr kush e ka ofenduar, kush e ka sharë, si mund të mërzitet presidenti. Se ne njerëz me gjak jemi soi, George Bush çka. A dini jo që nuk shkojnë në fushkëri kot? Se atje është Albanopolis dhe atje është vendosur kisha katolike. Shkoj kot atje? Po pse nuk e mori doktor Berishën me vete? Se deshti thot doktor Berishës, ju jeni Dardan, okej, mund t'jeni përpara meje. Nëse keni, vazhdoni zbulimet në Dardani për të thënë që jemi përpara Albanopolisit. Prandaj nuk e mori doktorin. Doktori e kuptoi dhe nuk shkoi. Ama doktori vendosin në Tiranë me datën 10 qershor të vitit 2007. Çfarë do të thotë data 10? Është simbolik, lidhja Prizrenit. Është simbolik. Pra, politikani flet me kod me simbolik, patjetër. Ky është kodi i Edi Ramës. E kam thënë dhe një program tjetër, që ai tha, kur bëre demokristian ti, more djali i Bajramit, more islamik, dhe në mes të Këshillit Bashkiak për të ulur ty si opozitës, dhe ti ke ardhur për të shpëtuar opozitën në Këshillin Bashkiak veti shtati, se nuk vjen Partia Demokratike, dhe ai do të poshtrojë atje. Ashtu i thashun? Si reagove ti përgjigje? Në mënyrë të dhunshme, me herë, vetëm se zoti aty dhe profesor Kosovrasti, një tjetër Dibran, më kapi. Tu tha ti. Edhe Kosovrasti nuk e di pse kisha ardhur ditë aty. As nuk e mora vesh. Po të mos kishte kap ai, do kishte bërë nuk dihet çfarë ndodhte. Edi e ka provuar një herë kur bëri shaka shumë të rëndë. Nuk mund t'i luash me kockat në varr. Se ato i merr me vete heshtja. Pra, nuk duhet ta bëjmë fermën ne të Kronoellit. Pse? Se ne jemi mbretëri më e parë se ata. Ne kemi të Donën, ne kemi të Utën, kemi pas edhe Josefinën. Pa tjetër që erdhi një tjetër mbretëresht, ju kujtohet se tash? Lindita. Lindita kush? Kryetarët përshëndesin.
Lindita Nikola. Po, por këtu ka i problem. Është edhe Elisa Spiropali tani. Tha që jam greke, jam bez greke. E kujt e Kolokotronit e? Partia Socialiste s'mund të kishte një musliman në krye, është parti që do të drejtojnë ortodoksit, është marrëveshje e madhe e vitit 90. Je shumë e fortë. Presidenti Ramiz Zalia, lutem, a i dini që është Tropajan ju, se gjithë e majnë për Shkodranët, apo Bosnjak? Ju nuk e dini këtë. Jo, nuk e di që dhe ishte Tropajan. Shkodran po? Kështu e di. Është Tropajan, mos të tregot e fshatin tani. Po deshe ti fshatin e Edi Ramës, ta them dhe një herë tjetër. Margega edo, atje ka pohuar bëbai juaj që ne jemi Tropajan. Dhe ishte më i shkurtër se ty, po më i gjatë se gati edhe Tropajan të tjera atje. Pastaj kemi currën sipër, curra e jepër me cile vajti e dëbuan bashkë me leshin e zi në, jo leshin e zi të Mirditës, po leshin e zi të curra e jepër me dëbuan në Kurvelesh, po e them shpejt fjallën, se po ta ndash të fjallësin ka një problem të madh. Ka, po. Bëhet meme. Pse është aq i gjatë Gramozruçi? Ha, më trego pak. Sa i gjatë është Gramozruçi? E di që është Tropajan. E po dolën të gjithë Tropajan tani, po. Dolën të gjithë Tropajan. Po Ali Pasha 170 ishte, çfarë më thua tani? Po ti ishte ashtu, nga Beqishti, Tepelenës, dhe kur unë kam thënë ti e nipi Ali Pash Tepelenës. I thash do më letë shplasë, o nipash, o dajo, më le me folë se këtu ka ardhë nipi Ali Pashajt, do më thonë ti e Pashaj, se Pashaj i dytë, në versionin qytetar, pas Ali Pash Tepelenës, ku vëndin e ka majtë 4 vite Gramozruçi, e nja 50 vite e ka majtë, ja ka kalu dhe Pashajt, si parti komuniste, kriminale, partia punës, partia socialiste, rilindja krimit. Më tha o kujtim, sa ka parë këj parlament si të, një thash jo, se jam i 4 deputet i dinastisë Gjuzi. Pra ne kjo des. E 5 është një femër, që do të thotë Edi Rama tha, o doktor, miru pafshim, Gjuzin se fut në listi, po unë fusi Gjuz tjetër, golem kavajës kodër, gropa poshtë. Po, a ke lidhje me Ilva Gjuzi? Jena të njëjtit fis. Ajo s'duhet të mbaj emrin e vajzërisë, se ndjenin time është e martuar. Është e martuar. Ndryshe do të prish kodin e familjes Gjuzi, asgjë se gjen atë, se është mbretresh. Por ne pastaj, kur duan fisi e kësaj zonje, po. E kësaj zonje, të martohet me dikë që ne bijem në njoje, ne heshtim, nuk flasim keq. Nuk flasim keq, se drejta zakonore nuk të lejon. Më lejo të tregoj një fabull të Shqipërisë mesme. Ju e keni dëgjuar këngën Te ura Shijavut, Te shkëmi kavajës, o që vrave beun. Të gjitha patjetër. Ose kush kërcen Napoleonin, ose tate du fuston. Po si, ky tate në ky lale këtu nuk e kalon pa fustona gocat veta janë të treja me arsim të lartë. Që do të thotë nuk kanë pas nevojë me kaluar në semafor. Kush je ti, ministri i brendshëm, që di 1500 emrat e kriminalëve që kanë shit zonjushe shqiptare, kush je ti që nuk i zbardh emrat? Ti thua se dihen emrat edhe thjesht? Janë në arkivën e Ministrisë së Brendshme. Pra ti ke frikë, edhe ju e dini debatin tim. Po mos janë kështu mes. Ju e dini debatin tim me Sander Leshen, kur më tha pusha. I vura kishin këtu. Ti thush një katoliku kështu? Po pse i thash? Se pikërisht mbi emri Gjuzi vjen Mirdit, Kashnjet, administrativisht është qendra administrative, Kashnjet, Gjuzi i poshtëm, Gjuzi i sipërm. Çfarë është ky? I bie që kam çun tezën unë, pra ne tregova kishtin. Se gjizim i drejtë zakonore të fut në drejtë zakonore që të punë, unë kam djalin të vetëm, nuk mund të futem kollaj. Po jena 7 nipa këtej, nga Gjuz, të cilët janë fis tregtar, shtrihen deri në manastir, është tyrë bja Gjuzi në lagjen Mexhite, në manastir. Dhe vikan, çka kanë bëu këta? Këta kanë bënë o shitje blerë gabim, ku dëgjon se ç'kanë bëu me parat. Ai dini ju që në fisin ton kemi 13 ekonomistë lartë, më i fundit jam unë. S'është pak. Pra, do kujdes fjala, do kujdes trendi, jo çdo gjë mund ta bëjmë moderne, u thyj pasqyrat edhe direkt armët, jo, i ulim armët. Dhe në këtë rast, unë i kërkoj kryeministrit. Po. Shkarko presidentin e Republikës, sepse ai është në SPAK BKH, duke u shkarku ose presidenti jep dorëheqjen, nuk do shkoj kur në burg, ama nëse do të bëj veprimin e Ilirmetës, do të ketë fatin e Ilirmetës.
Je biri i Bajramit dhe kërkon këtë gjë për një Bajram tjetër, që është presidenti ynë. Po. Nuk e mendon Po pak t'ishte babaim, që mund të funksionoj pak karma, apo nuk beson të këto? po t'ishte babaim, do ishte bindur, se do thoshte që okej, dole dhe ti në pension, nuk vale në burg, nuk e vjedhur shtetin, nuk e mashtruar njeri. Hajde të bisedojmë, thamë unë, se unë nuk i di se sa jetë kam. E pa, kështu kisha ko pa vajdur, me e taku. Se në herë, djali bëhet pak më rebel se sa babaj. Po thash ky që thotë këtë, mos e ka ndjerë që do të shkojnë në botën tjetër. Edhe vajta. Ta erdhe do baba fort, po erdhe, e thash. A i dita për qatë kam thirë. Më kanë thënë ta që bën sherrë në Këshillin Bashkiak. Qa faj ka mund, tha, të përmëndet emri im atje? Qa të kam bërë në ty? Thash faj, jot? Jo, faj s'ke, thash, po. Në herë, nuk e qenë shumë serios me regjimin. Duhet që ta kishit përmbysur. Po mirë, ta ja e përmbysur ti me Sali Berishën. Se kështu fliste ai. Dëgjoj këtë tha. Do të them 4 gjëra. Burrat të mençur janë ato që jetojnë gjatë. Burrat të mençur, më shumë se të mençur, janë ato që nuk ngacmojnë gratë e shokëve. Burri mençur fare tha. E di kush është? Unë po prisë që më thonë e gjë tjetër. Është ai që nuk ngacmon motrat e shokëve. Dhe burri më i mençur në botë tha, është ai që s'ka hyrë kurrë në burg. I thras meni shumë, edhe kam këto. Thash, nonën time, dhe më thonë, pas e mësu bave imi, rrujë quna se të hynë burg, se s'më një gjojnë mua të shumë. Thash, dhe më thonë, gjyshi im që është vrarë 33 vjeç. Thash, nuk pas ka qenë burri mençëm, a i ka qenë trim, tha. Po t'ishte, më tha mu, shiko, tha, po t'ishte, tha, do të kishë përgdhelur ty. A e di që ke mangut 25% të qytetërimit ti, apo jo? Dhe ti, mu drejtu me ti, s'mi shë drejtuar kur. Mi shë drejtu në emër gjithmonë. Të ludhem, tha, se nuk djetë sa jetë kam unë. Unë i kam marrë ditë të mija. Zoti e di vetë që bënë me mua. Të ludhem, tha, mos u zi me njerëzit. Të ludhem, kryeministri ka një program të vetim, tha. A i bën veprimet e veta. A i është në kryetari bashkisë. A i do të bëj bashkinë si që mendon a i. Ti tha duhet me miqtë e tuj, ta zëvendësoni ata. E bën dot, më tha mu? Nëse bë dot, po dëgjova edhe një herë tha, që kryeministri do flas me ty. Në emrin tim. Tha ti si e djali im, se e ke detyruar, ti e shkaku dhe ajo është pasoja. Tu kishe drejtë. Kishte drejtë. Kishe drejtë. E ban mend herën e parë kur e ke provokuar kryeministrin Edi Rama? Më provokoja në Këshillin Bashkiak. Ne kishim shkuar të siç e thash 7 nga opozita. Ai kishte inatin pse si dham ne votimin, i dham vetëm Këshillit Bashkiak. Po ne këtë këshillim e kishim nga doktor Berisha, isha në zyrën e doktorit, më thamë nuk do shkonin në Këshillin Bashkiak. I thashën vjekerit doktor, nuk pyes për këtë as babain tim. Pra ky ishte konflikti i parë mas mbrojtjes, Sali Berisha s'ka nevojë për mbrojtje, se e mbro Zoti. Në vitin 2000, që thash doktor unë do shkoj atje. Po, atje ka gjë. Më thamë, janë 9 komisione. Më thuaj sa komisione do dhe unë do t'i marrë. Do t'i marrë shta? I thash po. Me qenë se ju zvini. Ne jemi, i thash, partia demokristiane, kristian konservatore. Po ti isha shu, i thash, më kishë marrë të shtëpia jote. Pse më zore jashtë në shtëpia? Normalisht, tu është bacës. Nuk e nxjerr nga shtëpia, baca vendoset në pozicion të vështirë. Po, pra. Dhe ai e ka shlyer këtë borxh mas 25 vjetësh, kur tha, kujtim, ku je? Nuk më tha muaj. A i tha protokollit, a jeni ju në Terezjeve? Qa keni bë këtu? Po që puna, për plak jom vetën, thot ai, ta tha një vjeç. A i thot, robi plaket kur do vetë, po kjo është e kavajës, si muzikë. Kujtim, ku je? Herën e parë unë suqova, se kisha hatër medje. Unë ka marrë këtu, të shtëpia, bacës të oborri. Po jo rreshti 4. Jo legaliteti rreshti 3, jo balli kombëtar rreshti 3, se këto partitë tradicionale, unë jam më i ri se ata, edhe si kryetar, edhe si kongres, edhe si lëvizje, edhe si akademi konservatore, ku janë 220 profesorë doktor shkencave i konsultohem me ta. Ka marrë me ju këtu?
Ka marrë konsulencë, do më thonë që përmeti, kur është qyteti, si është 24 maje, dhe gjithë tha, se ku i di unë pyetje që do më drejtoni ju. Pra, i them doktorit, nëse unë nuk i marr atje, i thash, ja, atë e mazheranci, thash, kanë vjen zgjedhjet, okej. 4 komisione, 2 antarë Këshillit Qarkut. Në kryetarin e Këshillit Bashkiak, ju si baca keni drejt, i thash, drejt që se ka asë babaj. Okej, tha. Takime, po do dorën, ke marru në zyrë me ta. Hika unë, të gjithë lëvizin aty brenda e bëra dhe të 4 komisionet e mora, dhe unë isha kryetari Komisionit Ndërtimit Zhvillimit Urban, kur unë e mora këto. Rama si iku mendja, mos ta mikë ndërtimet. Atëherë Rama tha, kujtim ta, tu të bëj një bisedë me ty, urdhëro zoti kryetari, thash. Unë s'kam votu ty, se ty ke vjedhë zgjedhjet, po urdhëro zoti kryetari, se nga mënyra institucionale, ai ka marrë Këshillin Bashkiak, ka marrë 50+100. Çfarë do për me? Shiko, unë do t'ja hyj lanës ta tani, do t'ja hyj dhe parkut, ta ti çfarë do bësh? Do më thonë Rama tani me ti, s'ka më etik me Rama, se ne dy ta kemi një të ke bordura këtu përpara. Mbaj mend këtë sot të pyes pak çka keni bërë të bordura para. Po ta marroj këtë. Në vitet e rinisë. Po, jo, mbaj mend thjesht që ta vazhdojmë. Pa merak fare. Dhe në këto moment që Rama më thotë, kështu aty janë kioskat e dynjas, lloj, që ishte kjo vere malëcisë madhe. Po. Ishte një atje i malëcisë madhe, bëj fjalë me hyjatja. I thash, unë jam këtu si antar i Këshillit Bashkiak. Firmën time, me vendim të Këshillit Bashkiak, me vendim të qarkullus, çfarë të doj qevi ty, ama nëse unë shoh në lanë, i thash që më nërët i mune i 15 kaç, o në shenjë të gaforës aty, unë kam përplasje me ty. Sot që flasim, Tajvani është shenjë gaforës e Tiranës. E ke dëgjuar në herë këtë? Jo, se kam dëgjuar. Hera e Dhe parë. është duke marrë rreth 180 metra katrore pranë shteti. Asë lek s'është pagu. Nuk ka dalë në ankant, se gjë duhet bëjmë ankant. Prandaj ka filluar konflikti me Ramën. Sa atje më në kryetari komisionit, thash, e kërkove këtë të lanës ti? Po, thamë. Tani unë do të kërkoj i gjotë, thash. Tirana është vend i ullët, dhe poshtë ne quajmë Lorb, Tiranë, të rënat. Do më thënë, është mbushur vend herë pas herë fusha i Tiranës. Thash, Tirana mban 13 katë. Deri në 13 hajde dhe një 4-5 i thash nën tokë, se do t'jetë një 4 nën tokë, se ndryshe nuk bie pallati. I thash, bëje 17 katë, më shumë, o e do, me që më drejtua jo kujtimo. Me ti, o kujtimo, po? Unë i thash, o e do. Merë njerëzit në qafë. Dhe do njerëz si kryetarit bashkisë vrasës. Tirani i kthyer nga tirania, kjo është një histori tjetër, po do ta tregojmë një herë tjetër këtë. Më pa e kështu. Kur më pa kështu, ati më rëvë Demokracinë Kristiane, i thash po, pse e futa në vizën e Bizantit? Në atë moment unë se kisha informacione. I thash, kryetar, se jetë të zyre kryetari. Kryetar, do m'japi shkoj, i thash ti mu, sa dushti, 72 orë i duhen. Se më duhet të lexoj. Shkoj ta bibliotekën e gjyshit babajt dhe shoh via Bizantit. I thash, kush e fut? Je fut, tha, me kishën katolike, tha, të Shëmpalit, katedralin. Hop, ngela unë. Via e mesit e bulevardit Tiranës ndanë 11+1 shenjtore. Pra shenjtore, Shëngjesh, Shënpal, Shënmari, e tashit e të thonë katolikët të 11, edhe Shën Tereza. E di, ku është busti i nënës Terezë shenjtore? Në Pogradec se këtë qua, se atje do të në ruaj. E do. Në presidencë do, nëryshe, si të thash për Erion Velin, ky, s'po e përdor se jeni ju një mbretreshtu një zonjë. S'ka problem. Përdor, jo, ka problem për mu, po jemi në një moment etik, se për mu qas kanë thënë. Atëherë, doktori, me miqtë e vetë, këtu një gjëtë veçante ka, do më të në avokat Zef Shtjefni, që kemi dalë në informacion politikës së bashku, tha këtim, edhe unë nuk jam dakord me çfarë po ndodhë. Por ne, tha, nuk mund të bëjmë veprimin që bëmë të çojmë 71.500 vota dëm, tha, për herë dytë se i bje që ne jemi kriminellit votës, edhe s'ka faj Rama, tha, pastaj që bërë që ati dojë qefi me sistemin e votës. Këtu ti të rënditesh, më thue. Tani, vazhdoj pak, Ramën se që kemi bërë një tonë? Çfarë i thej për Erion Veliajn, Edi Ramës?
E diaj. Erion Velia është në burg se ka mashtruar sistemin politik britanik. Bëngësuar, Absolutisht. gëzuar dhe Drujtëzori. duke pirë verën e kuqe, të kujtosh çfarë nisje ke pas me Edi Ramon në porturën e... Jo, po, do të them edhe këta. Pra, Rama në rinin ton, e kam thënë, e them prap, nuk është mongol. Mirë po, nga halët që ka tani, e keni vërë në re që është në zirë ftyra fare? Stresi ma, do të thotë gjaku në ti qakullon mirë, shenjat e plakës i ka, që do të thotë është në pension edhe në sot edhe 33 ditë në sot, se jemi 22, me datë 25, të muaj që vjen, nëse do të themi kështu, shiko si lidhë sistemi i udhësisë dhe më të njerëzit e kontrollon botën. Unë i besoj shumë, arqidebotit, flokët e mia janë originale prej ti, prej doktorit ma, do thoni jo, po pse e ma kapelen sot. Po pra pse mba kapelen? Po ja ka vën kapelen Edi Rama kujtimit tanë. Ashtu po, kapelja kuqe, ka vën Edi Rama, po në madhe, çfarë problemi ka? Po s'mave do të kapelen muaj, se unë jam në pension fizik, që do të thotë 65 plus x muaj, kalon në pension. Edi Rama është në pension deputeti, por ne kemi të dy tani, dosin e pensionit të sigurimit shoqëror është modamo. Hajde edo, Erioni ka ik pas hekurave, ja ke bërë shkarkimin në duket, nuk e di se i ka mu 72 ora apo jo. Hajde për Bashkinë Tiranë. Është mirë ne të dy të shohim si trajner skuadrat tona. Ju besoj se Spiro Palin do bëni kryetare të Partisë Socialiste, se që janë ca zhabulan atje, që ka ndruar fet në 2024 vjetë kalendar kristian. Edo, i kena borxën e dy, se ndryshe se kemi emri Rama ti. Si ishte çështja e Baramit e? E di që do të thotë që jemi në Ramazan tani, do të thotë mbi emrin jote është musliman. Miku, kush është më shumë musliman tani? Ti apo unë? Në këtë kontekst, në presidencë, e këtë hapur të kanë thënë ata miqtë amerikanë, kanë këshilluar të cilët i ke thirrur vetë. Po tani është mirë ti është musliman Bektashi, sepse është shpallur shteti Bektashi. Nuk jemi në përmet gjithë, që të presim 24 majin, e të mos gjuhemi pushkë. Ati është qyteti luleve, qa do në të bëni jo 24 maj, po e në? O këtim, qa do të këtu? Po ka marrë këtu unë se më kanë thënë mu që është qytet shumë me pastërti shëmbëllore. Dhe unë për pastërti shëmbëllore ka majtë në nëntime, a nuk diskutohet, e fare që është. është njësh. Po së mund të lejo njësh Krutania, 7 vene bëshet vinë përmet. Atëherë njësh që e ka nëna ime, 2 po shkojnë përmet. Po rëdullu njësh, me 2 i bjerë që ku ishim të horoskopi. Unë jam njësh, nëna ime njësh, kalin në prill. Do më dhe është dashi, djali im është dash. Po sikur të kthejmë horoskopin nga ana tjetër që do me kthy Edi Rama, në 69 që ndodh, i bjerë njësh është peshqit. Peshqit rrinë ujë, 3/4 e planetit janë çfarë? Ujë, a na mysin ne apo s'na mysin? Kush është që do më na myt ne? Unë nuk besoj se Edi Rama na myt. Ja, se kemi vrarë 34 kryeministra dhe i kemi burgosur, nuk janë pak. Janë vetëm 7 që s'janë burgosur, po deshe ju ja përme. Nuk besoj se do futemi kaq të jetë. Edi Rama, kur ishte i ri, ne i bëshim gjithë tifo grupi, i shkonim. Qa në bënde? 7 minuta loj, minutë 8 dile për jashtë. Ne, këtë do duhet të rëkjesim. Ja një natë tjetër me Edi Rama. Po pse? Pse e bënde këta? A i më duke se trashëgon, s'mundi trashëgueshme që është ajo astmës. Edhe unë e kam pak atë nga nëna ime. Nëse nervozohesh, si pas mjekëve, ndikon, do më thënë, ndikon. Imagjinoj qa stresi ka Edi Rama 25 vjetë në pushtet. E di që do të tolle, be? Unë kam nejtë 27 mujë në parlament dhe nëna ime më tha, qarë ke me kryeministin? Se më mbyten shoqet e mia. Po i thash, qa ti bëj? E kam shargjë? Jo. Bëj një copë letër, tha, edhe thuj du fort. Se e më i madhë se kryeministri ti. I thash, mos, do thonë tjerë të kundër LGBT-s. Si e do ka fort këj kryeministrin? E dua fort, tha, për kryeministër, jo ashtu si e merti, se ti duhet me dash fort vetëm grunë tënde, kala mojt e tuja dhe pos më ndeshe mu si nënda punë madhe. Do më thonë, leksion, një 8-10 vjeqare, lutem të mu, se fyen. Kryeministrin këtu, mos marrë në takosh. është gjë e madhe, mos takosh mbretëreshën. Shumë gjë e madhe. Po, qa kishte ndonjë karakteristik tjetër Edi Rama, përveç saj që po thoni? Shiko, Rama është inteligjent. Se po mos të ishte, s'do ishte 12 Ishit shok atër?
Se ka thënë ai njerë që një fëmijë që të Një rinë. mirë. Më thatë njëjtën gjë që tha doktor Berisha. Po. Unë e falenderoj doktorin. Po e ka thënë mas 25 vjetësh, unë jam pension, nuk vle më unë për doktorin. E kupton çfarë them? Sa më pëlqeu ky. Nuk vle më, duhet grupi trinjve. Grupi trinjve. Edi është në pension. Me mesatare ponderike si fëmia i dytë, i merr babait vetë 5 vite, studim amerikan, do të thotë babai vetë ka ndruar jetë 67 vjeç, i bie Edi 72, atëherë Edi është 61, ikën presidencë, plus 5, 66, plus 3 i ka presidenti se e ka marrë Ilir Metën duke qenë në vitin e 3 të post të presidentit e ka marrë në shkelje kushtetuese. Ilir Meta do t'i fitoj nesër ku tjetë fajtori dynjas, do t'i fitoj nesër të gjitha gjyqet. Vetëm një gjyqës do t'a fitoj dot me Kujtim Gjuzin. Ka goditur mbretreshën Monika. Ka bimi rënd. Një mashkull kur s'duhet t'a çojë një femër në gjykat. Ajo le t'a çojë Kujtim Gjuzin 200 herë. Punë e madhe fort. Burgu është për burrat, nuk është për gratë. Se gratë kanë fëmijë të shtëpia. Dhe ti prish familjen e dikujt për 35.000 milion euro, po pse 35 milion euro vlen familja juaj, familja ime, ose familja e zotrive që janë duke ndjekur programin edhe po bën shërbimin e studios tuaj. Nuk ka pagesë fytyra e dikujt, familja e dikujt. Mbyllë gojën, thot kisha katolike, se kemi dhe pashkët tani, pashkët katolike ortodokse, edhe kemi diferencën një javë, 2 javë. Do me thënë, nëse do të përballesh me qytetrimin europian, ne, si të hershëm, duhet t'i referohemi kujt? Kalendarit kristian. A jemi sot në kalendarin kristian? Një javë më mrapa është kalendari ortodoks. 668 vjetë më vonë fillon kalendari islam. 1300 vjetë më vonë fillon kalendari bektashian, pra fillon kjo e Nevruzit. Po këta janë më mbrapa. Si ishte kjo? Kthehemi te vera. Ju që po pini verë, tha Muhamedi a.s. ju bëft mirë. Pini me karar, pije me kadal, pije me karar. Edhe fillon konga e Tiranës. Apo. Nëse ti e kalon masën, dhe ata e kaluan masën dhe kur kthy Muhamedi a.s. paqe këto panin mish në shkretë të tjerë, pinë verë në shkretë të tjerë, dhe të gjithë o therë me njëri tjetrin. Edhe i tha, lanet nga vilajeti im. Vilajeti kujt, tha? Alipash të Pelenës. Çfarë ju lidh me Alipash të Pelenën? E do një historinë, po do t'ju marrë minuta. Shkurt. Nëse ju keni minuta. Shkurt dhe ai ngjani. Historia është e gjatë. Po si mund Ne me Alipash të Pelenën ju e dini shumë mirë që ne e blokuam në lumin Shkumbin. Dhe Karamat mut pash bushat liu. Ishte njeriu që nuk e la të rindërtoj, të sendërtoj shteti i dytë me vilajete. Në fakt, jo se nuk e laj, po ne si Tiranës ishim ndërmjetësit. A i s'mund të karambolohi me ne, se ne kemi qenë në vilajetin e Pashallikut Shkodrës. Do të thotë, po Pashalliku i Dardanis, që shkonte deri në Shkup, po Pashalliku i Manastirit, atëherë dalin prapë të mbjerëmri Gjuzi. Që thamë e pasimi tyrbën Bektashianën Sauk, të sheh Gjuzi sheh Gropa, e pas kemi tyrbën Bektashianën në Manastir. Pse u kthyem ne në 700 vjetë për para në Bektashi, çfarë ndodhi? Pse Ahmet Zogi Parë e vendosin në periferi të Tiranës atë që Edi Rama du ta bëj shteti Bektashi? Kur s'ke për ta bërë? Kur? Po vazhdove më, problemi është shumë i rëndë. Po deshe shko po atje ke xhamia me 4 minare, që e ke ngrejt për Erdoganin atë. Patriarka në Stambollit e vitit 1424, 5 janar, thot, xhamit në Europë, Perandoria Osmane, do t'i ndërtoj me 2 minare. A e dini ju që ka thyer këtë kod, Edi Rama? Po ku e ka ndërtuar? Në pjesën bizantine, që thot, deri te aksi i Tiranës, s'ke çan bësh pjesa ime kujti. Ma ka thënë kështu në si bisedojmë bashkë. Do bëj çfarë dua. Kur bësh ti kryetar bashkie, ti me gisht, më fal që drejtoj torën. Bëj çfarë duash.
Ashtu i thash? Po 15 milion euro të lanës të lundrushme me kanoe, barkën e noës ti, o katolik, ose ke thonë jam katolik, se e përdorën, kur flasë me të katolik e the muslimanë, jam thot, i kam familje, e ke vure, si e ka pranu? Që s'bëha dënenin, the mund me në thonë, jeni bja me zogut, ja, po, pse u martua me zogu me princeshën Geraldina po në? Se tha që ne jemi Europian, okej, jemi musliman, por si pas Ismail Kaderes dhe doktor profesor Ibrahim Rrugovës, ne u detyruam të ishim në islam për të mbrojtur Trojet. Sot flasim për gjuhë etnike pas të Shqip nga gjiri Artës, se në Athinë e kanë humbur, për atyre që tha, deri dhe Molla Kuqja. Atëherë, qa tha Sali Berisha? Në Shkup, prej Preveze në Leqet Hotit, ta, nga Tivarin, manastir, tanë shqiptarët me u bë bashkë për me pas Shqipnit lirë. A i dini sa afër e keni personin që thash, bac, koha jote, koha Skënderbeut. Fishta, kur i thu fishta, e dhja e që të thot. 1 milion njerëz ke në shesh, kur i kanë zjerë Edi Rama 1 milion njerëz në shesh? Kur se ka shansin? A ka gabu Sali Berisha? Po, dhe tani, është drejt gabimit. Por dja tha, shiko të dishojnë pak zjedhet ta datës 11. Tha dja, dha sinjalin, së njojmë zjedhet, po vodhen. Se s'mund të mash 24 njerëz Sorosit, kur Donald Trump shkërgjësia ti, presidenti Amerikan thot Shqipëria madhe, të më thush pastaj që Shqipëria e madhërishme. Jo. Në të drejtën e opozitarit, po, është korrekt. Ama është korrekt me njësoriste, Angela Merkel, që ndërpreu fjallën në Berlin. Edo, ato 2500 kontenerët, me mbetje radioaktive, Angela Merkel, të thot gjoj? Lulo, o Lull, po ty të thot gjoj, qadra lirisë? E nëzorëm në gazet, apo jo? Do t'i gjeni ku janë? Ore, se mos keni quna gjotë të dy në shpirak gjore. Se doni këtë shtetin të më falesh, po, s'mund të ndërtën. Tani, Donald Trump e queti Shqipëria e madhe. Sali Berisha Shqipëria e madhështore, ndërsa Edi Rama bëri pak ironi dhe tha Shqipëria e madhërishme, duke u referuar aleancës. E para unë nuk jam linguist. Pavarësisht se unë i përdor gjuhën shqipe, që është baza jonë, gjuha e dytë është gjuha greke, duhet ta pranoj, dhe gjuha e tretë është gjuha latine. Pra, duke penetruar në këtë, po themi një oazë, se këtu shoh piktura, domethënë që. Po është. Po të shohësh me kujdes, atje kemi një perëndim, ka ik dielli, domethënë atje vjen ujori dhe ujori thot 3-4 dhe jam unë thotë unë mbys. Po unë di not, se ju po flisni me kryepiratin e vaporit Vlora, po megjithatë do ta themi më vonë. Kam dëgjuar për këtë histori, kështu që po themi, po e kemi fjalën te Edi Rama, po ja këtu e kishim. Te kryeministri. E kishim. A jam drejtuar unë me etik? Shkëlqësia juaj kryeministër Edi Rama. Shkëlqësia juaj kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi. Se unë mund t'i them direkt. Si që them për shembull, shkëlqësia juaj Donald Trump. Këtu kam afrimitetun. Afrimitet politik të një logjike konservatore. Dhe ai më lejon ta thyej etikën protokollare. Kurse kur flet me Edi Ramën, duhet i thuar që ti ke distancë me mu, kemi një vi ndarse. Si e tham ne, vija Teodosit, që do të thot Damask, Siri, Petralba, Tiran, Oslo. Nuk e them unë këtë, e thot studiusi, profesor, doktor i shkencave, zëvendës president i Akademisë Konservatore, Stavri Trako. E ka volumin 6000 faqe në lingvistik. Si, kush je ti që më thumu e i palexuar, kush je ti? Kush je ti? Mirë, mos e merr kaq. Jo, do ta marr seriozisht. Mos e merr kaq seriozisht, se ai mund të të provokoj. Shikoj ku shkon. Merr pension nga taksat tona. Pensionisti nuk merr pension nga taksat e kujt. Merr pensionin që kontributet që ka paguar në vite. Dhe me qenë se është bërë deputet, ka një ligj të veçantë. Edhe e çon pensionin europian. Unë do desha ta kishin gjithë pensionin europian. Po unë i kam falur drejt që e mori 3 rroga familjeve në nevojë në 2020. Kur kemi juntën e Edi Rama, COVID-19 dhe isha i vetmi. Shkëlqësi ministre, Milva Inkonomi, a ka mundësi t'ju bëjë një dhuratë? Po, thot ajo.
dhe jemi me 8 mars, dhe unë i qoj trëndafilin për trëndafil të bardhë, lejohet me i qut një ferme tjetër përveç gruas trëndafil të kuq. As të verë, po nuk lejohet. Unë kam pa tjetër provokim. Do me thëmë, një trëndafil të bardhë, për të thonë, ju jeni si motra ime, dhe në këtë salë ishte e vetme, që qeveria kishte ikë atë dite, me 8 mars. Kishte ikë për fest. Unë gjithë rasti, mora trëndafilin bardhë e të qova. Si nuk dhe ta priste, Milvat, për shtes Milvat, ishte adha fiton, zgjedhet. Apo jo? Pra, ti e qonë. Pra, sjell një kulturë, kujt është kjo? Kjo është aristokraci vieneze, aristokraci londineze. Do më thuash, po Amerikanët janë kovbojsa, nuk e kanë krijuar aristokracinë akoma, se nuk kanë një mbretëri, kanë republik të shumë shteteve. Pra, unë prandaj jam monarkist, ky është ndryshimi. Dhe ju pyet një programën, ja kam dhënë variantin, mbreti Edvini i 8. Bëj adonan, nëse del i oborrit, futun në referendum, të thrasim dhe Loris Kastriota nga Arboreshët, e të themi, princ Leka i 2, apo jo? Princi, Edi Rama i 8, o mret. Po pse i 8? Mret, si e, ja, të shpjegoj. Kemi minutash. Loris Kastriota i 2. Se kjo është dera Kastriotave. Atëre, pse pyetet ju i 8 ky? Se ky në mbiemër nuk është monark. Nëse ky vërteton që është nipja me zogut, ky direkt hyn në familjen mbretërore. Dhe direkt hy për fronin. Kur nuk ka një trashëgimtar të linjës. Ju mendoni se kot Gjergj Zaharia ja dha vajzën princit? Jo. Ju mendoni se kot në momentin e parë princ Leka tha këtë do marr, se është nga principata e Zaharias, Shkodër perëndimore, veri perëndimore. Më thënë të dy kanë bërë llogari. Atëherë çfarë ndodh? Shkëlqësia e saj, ambasadori juridikim, e keni gjuar në këtë term këtu në Shqipëri? Kur? Këtë shkëlqësia e saj? Po, është ambasadore. Nuk ka ajo, Kimetja, ku dijon se që tonë. Kimetja është atje, në Dobresh. Është kryshqia jonë. Unë kemë, Kimetja atë ka punë vetë, mësuese ka qenë të shtisë. Më ka dhënë dhe ajo leksion. Shkëlqësia e saj ambasadore, shkon në oborrin mbretëror. Për çfarë shkon? Do me thënë, a është i korruptuar Sali Berisha? Ata kanë vënë dyshim, e kanë vënë në ngrata, unë dalë, ato thonë me datë 19, unë me datë 20, dalë në seancë plenare, them fakte, prova, ndryshe, jam e bacën. Baca është gjithmonë Sali Berisha. Është 81 vjeç, kur ai troj sa huta bardh, themin e Tirancit. Ai të ka mësuar ca sekrete, jetë gjatësie, lëngu shegëse, lëngu i shegës dhe uji. Bile sa i thotë kështu, në një moment kër është në për tavolina, uji selitës, thotë. I thashë njerë, po uji mbretreshës, i thashë qafshtam, shumë i mirë, thashë kujtim. Kemi qenë në Shijak. Doktor, përshnes. Dhe më i mirë i thotë, është uji i malit të Shkëlzenit. Po ta përkthesh këtë në filozofi, do të ti je si djemë të mi politik, si djalim, ti ku do me iktin, të rritim pa ditura? Letë marrë këtë dojë nga gjusë të tjere, dirama, ajo është një zonjë, e nderuar është për nga mbi emri, po bën 5 deputet dinastia Gjuzi, kush mund të na kaloj ne? Kush janë këta që thonë kush vjen nga hiqi? Po kushtoni kuvendin. Tani, pim dhe pak verë dhe ndryshojmë komplet, e lëm pak politikën? Kalojmë ca biseda... Po do të kalojmë këtë, po unë ju kërkoha leje, ju mund të më detyroni të pi, por... Unë do të detyroj, do pishe dhe pak. Edhe njerë, mbretresha, ju jeni këtu e studios, po mbretresha është nëna ime. Po për ta trokitur, do ta trokas, dhe do ta verbuzë dhe në regullë e kanunin e laboris, ti i detyruar që të pish pa detyrim, thonë. Atëherë, tani, thamë që ta lejmë politikën? E lëm politikën dhe do të bëj disa pyetje të shkurtra që vërtet
mund të jenë ato pyetjet që ne do marrim leksione jete nga mund ta ty. vej këtë kapelen këtu? Ku të duash, po. Ja. Se e kemi dhe bardhe blu këto. Meqense flet greqisht. Nëse do jetoje në kohën e Trojës, do kishe përballë Helenën e Trojës. Çfarë do i thoje greqisht pastaj na e përkthesh shqip? E kam në shtëpi Helenën e Trojës. Pra nuk do ta ndroje. S'do e ndroje? Mirë, një dedikim greqisht për Helenën tënde të Trojës që ka shpirë. E doni tani këtë në greqishtë? Do na thonë që kujtimi që e ka spion grek. Jo, s'besoj. Nuk besoj se... Ja. Do thonë që është poliglot. Ise luludhi koqino. Do më thonë je një lule kuqe. Shumë e bukur. Pëlqeu? Po. Po italisht? Se unë e di që italishtën e flisni shumë mirë. Prima donna. Prima donna. Është gruaja juaj e dytë. Po zakonisht thuhet e treta e vërteta. Donald Trump e ka bërë këtë, mund ta bëj dhe unë, s'është çudi. Do e bësh dhe ti si Alipash te Pelena? Me Vasiliqin? Aja e ka mbyllur dy. Vasiliqia quhet... Ose Vasilika në Shqip? Vasiliqi, Chiara Tirana, quhet. Chiara? Po, Chiara. Kush ishte i pari që tha në një emision televiziv që shikos aty do lind një çift midis një katoliku dhe një ortodokse. Në Big Brother. Dhe kisha parasysh sistemin e yllësisë. Ku njëri ishte në shenjën e Gaforës. Që ishte Chiara? Jo, ishte Luizi në shenjën e Gaforës, po. Ishte, dhe Chiara tani mos ja themi shenjën, se është zonja dhe unë nuk dua të futem këtu. Në rregull, po më duket se shbricjapi, më duket. Apo jo? Shiko tani, po më futet këtu dhe është problem. Jo, s'ka nevojë të futemi me detaje. Ne shqiptarët kemi pas 7 kryeministra president në shenjën e Peshorës. Bricjapi është shenjë super inteligente, por ka i problem. E përdor inteligjencën për poshtrim. Chiara nuk e ka përdorur, po në momentet e para e mbani mend jo. Sa u bind, e që ke vështirë që nëse ne do të themi tani, duke bazuar në studimet prap amerikane, që inteligjenca njerëzore, deri në këtë moment që flasim bashkë ne për meshkujt shkon 1.9 në 100%, se unë nga që jam ekonomist i statistikës, më duhet i them numrat. 1.9 maksimumi shkon të meshkujt, të femrat shkon 2.1. Ka të rast ekzemplar që janë shkencëtarët, domethënë Einstein e këta. Ata shkon deri në 2.7, nuk shkon më shumë. Imagjinohet çfarë është 2.7 në 100 lekë vjetra që mi ka fituar deri ama mund të kalë Skënderbeut. S'është asgjë. Çfarë? U ktheve prapë aty. Po tani janë pyetje për një. Lëre Edi Rama, lëre Edi. Po pse më ngasmon, unë s'ja rrezikoj aty karrierën e kryeministit. Se jemi gafore si Edi Rama dhe nuk duam të na Gafore e Gibraltarit të ju akoma se kam gjetin, po kështu duke një gafore kyqezi, domethënë. Kurse ke Gibraltar është gafore blu. Janë dy lloje gaforesh. Tani unë kam thënë e kuqja dhe cila është vdekje prurse? Vdekje prurse është e kuqja. E kuqja. Po, kurse bluja nuk është vdekje prurse, po është helmuse. Domethënë të sjell probleme këtu. Pa ajo del shumë rrallë, del Gibraltar, i bie 3 ditë kur është në pikë në Ekuador, domethënë dielli. Po Edi Rama është gafore kuqja apo blu? Është gafore blu, po ai ka frikë të vërtetoj përmes ADN-s. Është gafore blu. Është gafore blu. Po pikërisht, po. Nuk është mongol. Pavarësisht se jep suport mongolisë në Shkodër, Benetit atje. Me që ishin Beneti është antar i shoqatës, më duket se tezën e vet e gruan se ka kryetari i shoqatës Ulan Bator, Mongoli, Shqipëri. Ç'lidhje kemi ne mongolit? Por kemi lidhje prapë se kemi 12 pagica lingvistike. Po ti vjen të bëjë. Okej, me që ishin të Big Brother, dua të di se me Laert Vasilin ti ke qenë her pas here për panele televizive dhe kam përshtypjen ke krijuar një ide për lidhjen e tij me Valbonën, nëse quhet lidhje. Janë 2 çifte aty. Po e di. Që do i komentoj për. Shiko, të gjithë kanë qejf të lanë të lumi Valbonës. Mirë, po ai është problematik. Është rrëmbyeshëm shumë. Laert Vasili është një shqiptar me nën greke ndjenjë time. Nën greke, ajo Pellazga është pa, po qymë greke. Kështu tha, jam greke, tha se ishte e ftuar në Big Brother. Okej, nuk isha unë aty se do i thosha një gjë tjetër pas. Helena Trojës është nga Lezhë, e ka shkruar Lil Teodori, është këshilltari më i afërt i Donald Trump. S'duam ne ça.
Do ta shihni në telefonin tim kombinacionet, domethënë emailët me zyrën ovale dhe pikërisht jo direkt me Donald Trump, po me zyrën ovale, domethënë zyra ovale Donald Trump se kontrollon, sa ai flet, ai nuk do tulet shkruaj tani. Po, normal. Flet dhe këshilltarja, Këshilltarja kontrollon gjithë këshilltarët e tjerë. 1 ndër 250 këshilltarët e shkëlqësisë të tij Donald Trump është Halil Tedi Teodori. Dhe ne thamë që vija Teodosit është zhvendosur ku? Në Greenwich. Sa është mbretëria britanike? 1017 vjetë sot. Po Pellazgët, po Dodona, i bje që pas kemi qenë ne, kemi humbur territor. Pse? Nuk e di unë, është zënë Edi Rama me Sali Berishën që në atë kohë, se di këto. Kthehemi te Lert Vasili? Kthehemi, po pikërisht aty du të vi. Ishim në një studio me zotin Zhej, një mbiemër mjaft i dëgjuar, me nën Dardane, me baba nga Peshkëpi Gjirokastër, një linguist i shkëlqyer. Njihet Peshkëpia për bilinguist, thua çfarë duash domethënë. Po atje kemi dhe Anton Zako, çfarë jupin? Apo jo? Ai kemi atje ata. E ca herë thonë mua, pse mos i ngjan aty ti, po ai ku ai ku nëna ime. Se dole dhe një nga golëm i Gjirokastrës, tha kur lindë ti e thash nënës të roj, dhe është për ti 72, nëna imi 84, nga ishe ti, ku ishe. Pra, këto janë ata që s'din të bëjnë logaritmin e x-it, ose nuk futin do të një integral, sa do të pësojnë kompjuter. Dhe ju më pyet tani, në lidhje me zotin Rama, ortodoks, Lert Vasili ortodoks. Ku është lidhja? Lert Vasili është psikologjia e majt, e Bizantit. Ju nuk e keni këtë, e keni shërtuar. Këtu është në hyrje e Vatikanit. Kur ka bërë sektin, nuk e ka bërë Vatikani, po ka dhënë një ide. Dhe ka thonë që ju mund të mani pelerinën si ide, si papa. Por jo kapelen. Kapelen e kuqe e duam ne. Ju jeni shpresë. Alipeti e këto vallet që janë valle 72 orë të rish në këmbë, do më thënë është e papame. Në këtë koncept, Lert Vasili në studio me zotin Zhej tha, ta shoh kush është kjo. Unë i thash Lert, qiko se ta kthej emrin kësa Zanguri, kujdes. Nëse ti aja që trim, tha mu. Dhe unë kam të dhëna, tha, që në familjen tuaj keni pasur dhe ushtarak, edhe në kohën e Ahmet Zogut dhe në kohën e diktatorës. Nesër, tha, është data 7. Qershor 2019. Ne ishim i datë 6 në studio. Po jetë i nipin mukis, tha, na tregodot nesër ti, tha, digjet parlamenti apo jo? Ky ishte mesazh. Domethënë, informacioni që kishte Laerti ishte më larg meje se unë se kisha atë informacion. Nga vjen informacioni? Nga kryeministri. Pra, Laerti nuk donte që të digjej parlamenti si i Maqedonisë. Në studio unë mendova, dhe isha me G-Box britanik. Është e pamja që rri kështu duke pa Laertin, duke studiu, kjo e ka seriozisht apo? Largohesh në studio, pim atë kafen e post studios, edhe aty më tha, kujtim dhe unë kam respekt për ty. Po, një gjë do ta them, tha mu. Ju Bektashita e keni vënë në lëvizje doktrinën e shtetit shqiptar. Ta shof mërë deputeti herë, ta sa i zoti je me majtë këtë punë ti. Unë më largu nga biseda, i të shru nonën kom Bektashie, babën e kom që studio libra, do më thonë mos u fut në luftë. Le, tha se të them në gjë tjetër. Desh me thonë diçka, në fakt. I thaj, pse duhet me thonë ty, unë pa mor leje ke mërëtnesha, ha? Ja, më lërë. Qa mërëtneshën për mu? Ty e 3 vajza, kjo dhe i djarë. Nezër digjet parlamenti. I thash, më tregoj informacione. Informacione s'ta japu, tha, se ti më ke thënë grek. Më goshdoj, ishim tavolin, dhe ishë 7-8 burat. I thash, e shef nesër të se kush jam unë. Të veshjen, G-Boxin, një 2 kështu, që i marrë në gjep. Jo kur ke qenë deputet dhe kur je pension, po pa shku deputet, i mangë protest me doktorin,
Doktor, përshëndes. Siguria absolute në çadër apo jo? Unë edhe një tjetër tropojan. Ata tjerë besoj se ishin jo numrator, se ishin demokrat. Po s'ka ndodhur kur asnjë gjë, një incident në çadër. Pret. Me çfarë mbro? Jo, thjesht më thuash tamam. E di dhe Gramozuri ç'a marrën në xhep. Te zyra juaj. O dajo, te zyra, ç'a kishin? Me Kosta si e ka ai, se ngatroj mbiemrin, mos e thuaj mbiemrin se s'duam t'i bëjmë problem. Me Kostën. Me Kostën e Amerikës e shqiptar amerikanë. Edhe i them dajos tim, si morale e nënës, se kisha merak do më thoshte nëna jo se mund të vritesh. Se nëna do ta mbrojë djalin e vet. Pavarësisht se te mbretëria e Bletës, pasi vret zotin e shtëpisë, zotin e kosherës, mbretin, ja kput dhe princit me mbretëreshën e re, mbretëresha e re nxjerr nga shtëpia, edhe ikën pyll, edhe ngordh pyll, vdes pyll. Mbretëria e Bletës. Shah Pajlevi jo. Jo. Sa ai thot, të falet jeta nëse ti do bësh kutinë e shallët, e bën ai kutinë e shallët, do fal jeta. Nuk jemi këtu. I them dajos nga mukja. Ajo sy bluk fare. Domethënë ajo është dardan. Dhe më daje, ti e thash je 65 vjeç, sa që ishtë në këto. Po më thëmë. I thash unë sa jem? 59. Dhe nesër ne dy thash, o parlamentin flak, o ne dy nëzjermë. Si thuti? Kur si bë pazar kaptinës ti tha, po pse po i bëjon dy qona i kom? Me dajon, morëm ato veglat ne, i di doktori veglat, kur jep na urdhër doktori, nuk e jep direkt doktori, se nuk është komandant. Në kohë diktaturës, po, ishte komandant që se ishte vetë nga arshtimi lartë. Po dha në i këshillë doktori, unë ikë nga studio. Te më falë, të ludhem se, ja, pra ne hoqe telefonin. Se ke telefonin, duket se hoqe se ke ato telefonin e shtrenjtë 7.000 euro? Jo, po du dalim dhe ke telefonin, po të mbaroj këtë të lajerti. Jo, po që mos... Po nuk e lejmë në ato me kalut, që unë të them gjitha. Është një intervjist për të zbardhur gjitha. Dhe në këto moment, mu përgjigj daja pozitivisht. Në atë moment që përgjigj daja pozitivisht, unë, po në madhe, thash. Data 7 qershor, kur erdhi turma aty, një mendje më shkon dhe kështu, daja tani, nga që desh më kujdes për mu, ishte më larg daja. Tha, kujtim lerat punta se kjo punë s'bëhet. Dajo ik në, si që kemi ne pasaj, jo dajo, po prite, nipi për dajën e daja për nipi, në të drejtë zakonore kanunit bendës, që kap dhe mukin e kryes, si bjergjë, është i pushk. Vje, Bert Dervishi, drejtor, zotni drejtor, përshëndes. Zoti deputet, më tha mu, duhet largoheni për këto, se këtu tha ka një problem shumë të madh. Unë qesha. Dhe thash zoti drejtor, ç'a kisha? Ti do më meq, unë nga shtëpia ime, nga parlamenti im, unë tha kam përgjegjësi nëse ty të ndodh diçka këtu. Nuk më intereson fare, thash, se ne njihemi prej 30 vjetësh bashkë dhe ti më njeh se kush jam, kur ti do më na lumun mes rrugës, pse pas kam hyrë një njeri më tepër në makinën time. A jena që ime, apo për që ime, kam shkenë rregullat të qarkullimit, ve gjobën, vazhdo, kur ishte drejtori i qarkullimit. Aman, tha të lutem. Nuk lutet kollaj policia shtetit. Policia shtetit është shtetit. Lutem ta, se mund të kemi problem. Jetë deputet, nuk e kujtim gjuzit. Jam kujtim gjuzit, thash, jam një për fathmukës do të rri këtu. Pik, këtu s'hy njeri. Edhe këta do hikin e thash masë e gjysore. Mirë po, nga mesazhi që ndru me doktorin në atë kohë. Nuk e di, nuk e lexoj ndoshta, e kishte me në natyrë, nuk e di, ka ngarkesë të madhe. Po, normal. Thash unë, ky nuk tha si përgjigje mua, ai zakonisht i kthe përgjigjet 19 sekonda, është më e shpejta. Kaqës të kthe përgjigje, normal do rrit merret tani me mua. S'merret dot. Se ka ngarkesë të madhe. Atëherë thash, si ta zgjidhëm këtë, Fox News-it, i dërgoj shefit atë, thash, mi sillet çik kamerë këtu, mirë po, sa do t'jetë turma, shtypin juve, si ju nget njeri, pejgjin ju, po afrun ato. Doktor, thash, më duket se jenë Grack. Parlamenti s'mund digjet, qopse, veç po kalon miqtë e mi, vëllezërit e mi, demokrat, mi trupin tim. Mas 10 minuta që rekuar, protestova shpërsu pak, atëherë doli Lul Basha. Apo jo Lulo? Si ta doktori? Ta me vinë parlamenti ta? Po jam unë këtu. U largu, u afro, drejtori Bert Dervishi. Si ishte kjo punë, tha? Tiranë do më thonë me të vrahaj, thashën, a je mirë, drejtor, po. A u cënun forcët speciale, jo. A u largu në protestusit, ja. Po vakim, deli për para herë tjetër, ku t'jemi unë protest.
me tjerë të bëtë që të dush. Kur ti në protestën në Molotov nuk do ketë kur në botë. Normalisht jena shok. Aji është 61 me datëlindje, unë jam 59. U përqafu me një tjetër, ishte me skafandër, ke stresi madhë të. Kryeministri rri shef televizor, radha një karike në shpi, që apo në atja. Shtete do. Kështu erdhe në parlament. Si thu? A do shkosh në presidencë, apo jo? Nëse jo, ju e dini, këshillimin që keni marrë para 7 ditësh. Qofse shkon Edi Rama në presidencë, kush do jetë kryeministër? Kryeministri? Ku di ju? Nëse vjen në shqiptar amerikan. A thua? Kryeministri transitor, flasë. Transitor. A u përfoli sot, Gledis Nano. A i për rrjetë sociale. Po. A i me herë qita unë e postova në faqen time, nuk postoj kollaj. Nëse unë postoj në faqen time, i ka ardhë postimi radha për të shku të partia konservatore, atëherë unë do shoh çfarë reagimi ka. Shumë njerëz reaguan mirë, kishte disa që reaguan keq, tha, pse më do bëjmë kryeministër tjetër nga skrapare e bolle kishim Ilir Metën në Shqipëri. Tha dikush aty. Dhe prap baca sërish që më ka shpëtuar një herë jetën, e kam thënë. U çua atje dhe tha, o demokrat, ky është Kujtim Gjuzi. Gëzuar. Gëzuar, faleminderit që jam me ju. Është një vepër 1001 net. Po. Kështu po shkon kjo biseda jonë sot. E pa fund me më duket. Nëse ju do sillnit mbretin të bisedonte me mua, do kish humbur mbreti. Nuk do dilin kërcunjt e qarrit në gjak. Dhe thëmë, do bisedonim gjatë. Mirë po, jo të gjithë duan të dëgjojnë babajnë e mërzis. Kush është babaj e mërzis? E cila është nëna e dijes. Do të thotë legjenda urbane. Do të thotë, sot është telefoni, sot është kompjuteri, sot është truri elektronik, i cili i mban aty të rezervuara. Ma një gabim, një klik gabim. Po. Truri strikthehet. Kurse ne, qenjet njerëzore, e thamë atë përqindjen e inteligjencës, për fat, me që kam përdorë edhe këshillime doktorit me lëngun e shekës, nuk kemi ardhë në Alzheimer. As në imës është në Alzheimer. Është geni mirë, do të thuash. Jo, nuk është geni mirë, po njerëzit që kanë marrë tronditje gjatë jetës, gjithmonë mbajnë në kujtesë veprimet e tronditjes, nuk i largojnë dot. Nëna është tronditur, moshën 7 vjeçare. Edhe kishin fjalën të telefonit, më thatë? Tani telefonin ku e ke? Ke një telefon shumë të shtrenjtë, të paktën si që ke prezentuar tek Blendi Fevziu para disa vitesh, që që kushtonte 7.000 euro ai telefon? Telefon që nuk përgjohet. Po, unë e thash atje, telefon që nuk përgjohet. Çfarë telefoni është? Dhe ku e ketë na e tregosh? Në fakt, po se mbajnë të dhëmbët tuaj, thot nëna ime, nuk e mbajnë dhëmbët e huaj. Që do të thotë, nëse je edhe muret kanë vesh në kohën e diktaturës. Prandaj, kujdes radion të Vatikani, prandaj kujdes radion të Italia, që ishte 1-2 stacione, të lutem se shkon në burg, të lutem. Mirë po, të lutet nëna, ti sado ti esh trazavac. Ajo, pasaj, kërë shefi jetë trazavac i madhi, edhe e këtu ti, do vi mas burgje unë, mas teja. Kam ko më marrë këtë punë. Telefoni ishte për të thënë gjithve, Albania 1, Albania 2, e kryeministrit është objekt përgjimi ndërkombëtar. Kujdes, encrochat, kujdes, se telefoni nuk është që nuk përgjohet, po përgjohet. Debilat që lëshuan parlamentin, debilat që netën në parlament, janë sot në përburgje, si pasojë e përgjimeve. Po mirë tani, si ka mundësi që ata nuk e dinin këtë gjë? Vetëm ju e keni ditur? Idiotët të pashkolluarit, analfabetët, që nuk kanë kryer as gjimnazin sa mi frashi, bën kryetar bashkie. Dhe shkojnë në qeli dhe në vend të mbyllin gojën, e ti thonë prokurorit, zotni prokuror. E ke për Erion Veliaj? Atë e thatë ju emrin.
Po tani një kryetar bashkie. Zotni prokuror, unë jam i penduar, nuk e kam ditur që zonja ime, mbretresha ime, ka bërë këto shpenzime. Nëse nuk e ke ditur me gjithmen, e nëse ti ke bërë pastrim të veprës penale në euro-dollar e në para shqiptare lek, çfarë je ti? Ti e një kusar i rëndomt, një hajdut me çizme, e themi në Tiranë se kusare për dorën jo në jug. E një grabitës quhet matan lumit matë. Kush je ti? Idiot. Edhe bëndi presion mbi prokurorin. A më thirrën mua në SPAK, apo jo? Po të kanë thirrur para 2 vitesh? Po. Në 2023-shin, po. Po, më thirrën në SPAK. A e dini pse? Atëherë nuk e the pse të thirrën. E mbajtë Po, ja, sekret. do ta Ja na e them thuaj këtu. pak tani. Sepse unë kisha pritur 2700 qytetarë për 27 muaj, që do të thot 100 qytetarë në muaj, që do të thot 3 qytetarë në ditë, nga 20 minuta, një orë në ditë spret njerëzit ti, kush je ti? Je deputet, merr para nga taksa paguesit, si nuk i pret. Dhe i gjithë shërbimi në kryesinë e kuvendit, edhe me miratim të kryetarit të kuvendit, në atë kohë, thanë, çdo njeri që ka i hall, te kujtimi, është i opozitës, do të ankohet, po, shkoj te opozita. A, për këtë të thirrën në SPAK? Po, pikërisht, se Ishte e palishme. një Ludovik, katolik, erdhi në zyrë, edhe më tha, zoti Gjuzi, unë kam dëgjuar ata që je burr. Edhe ai e tha dhe një fjalë tjetër. I thash, unë jam deputet, nuk po flasim për burra këto. Tu po flasim për poltronin e deputetit, urdhëroj zotëri, çfarë kërkon. Më tha mu, unë banoj, biles banoj në këtu këtë fresko, në atë kohë dhe unë banoj këtu. Tha unë duhet, kam një ankesë. I thash, si rregull, duhet të presi ty deputeti i Tiranës, si zonës. Por, ato më thanë, tha, shko tako Gjuzën, se Gjuzës ta zgjidhet këtë punë. Erdhe më tha, shiko, unë kam vajzën në Hollandë. Vajza ime ta më ka dërguar 7.000 euro. Ka 3 muaj tha nuk marrun 7.000 euro. I thash, e ke faturën ti? Që te ka dërguar vajza? Po si se kam ta, ma e bishik faturën? Normalisht aty ka shërbim, thjerë shërbimin, thash, fotokopjoj pak faturën ti? Prunë. I thash, ti pa kalu 72 orë do marrësh lekët. Më tha, si do i marrë, kam 3 muaj që si marrë. Orë zotëri, thash, orë Ludovik, e marrë ta kemi me mu. Në qofë se s'vin lekët, do vi unë, t'jap nga rruga ime, muj për muj sa lekë duan të përshqim. Kur pa që unë i thash këtë, ky tha, ose zgjidh, ose po mashtron, se variant tjetër s'ka aty. E kapëm në atë, ka i thonë, se s'po e them, se bëj reklamat e change-it, që i bëhen këto. Ndoli mua sekretari, thash, zonjë sekretare, princesh me nesha eti, nuk e di, thash, du padronin, administratorin. Po, i thash, administratorin jam deputetit, ndryshe ju erdha ati ku jeni ju. Po, tha, më duket që e kiste para dhoma, administratori, firme madhe, qarkullon gati $1 milion. Zotnia ju, i thash, presidencia, mirë, tha, kujtim Gjuzi jam, i thash, deputeti. Urdhra, tha, dëgjoj këto, i thash. Ludovik Filani, ke 3 muaj që i ma aparat. Unë jam ekonomist, ke fituar, i bërë një llogari ponderike unë me 1.5, 1.6 sa banka, do t'i japësh 7.700 euro. Ja ke borxhe, thash. Nuk do t'i japësh 7.700 euro, sepse kalon në krim ekonomik. Dhe të dënojnë ty pse edhe ka shumë. Pra quhet me rabat. Ama nëse ti deri ditën e hënë ishte e premte, nuk ke kaluar 6.999 euro, ti në seancë plenare të masditës me emër mbi emër dhe do të çoj kontrollin ty, unë ti thash atje, të të shohin çfarë ka bërë firma jote për 10 vitet që mba përgjegjësi parlamentit, se pas 10 viteve nga ana administrative humbet ligji dhe ti s'ke çaj boti. Deputet tha, po e premte morë zotni, më tha mu drejtu kështu me Pa. një gjamër të lala fort, i thash ty. A ke qef me, edhe lëqove një batutën Madejnë Tirana. A ke qefi tash apo do të bësh këtë punë? Cila ishte, mund ta thuash, se e bëj me pip. Është e E bëj me pip. Po jo, është e rëndë. I thash, mos më fut në sharr. Kaq, kërkoj për ti, se edhe një mbi emër mirë ai. Mos se fliq mbi emrin tash, bollë ke majt 3 muaj.
E di thash që është shtunë e dielë, sa e ka llogarit me kush e di me hyp avionit, me lek të këtij burrit. Jo lek të këtij, po letërin aty në art, e kanë biznesmenët të. A e ke pas ti si kujtim? Po, edhe unë e kam pas. E kam paguar një herë faturat me vonesë. Është psikologji biznesi. Të duken sigur ato paratë tua janë të tuat në fakt. Ditën e hënë i merr lekët, zotni Ludoviku, i vjen, merr lekët, vjen këtu. Sa të vit t'japi kafe. E thash ku t'japish kafe ti? A je pensionist ti? Jo, zotri. Ne zbresim poshtë, me kusht kafe në pagujon. O pagujon, tha, s'ka. Nuk dalon nga zyra, ti s'del nga zyra, thash, po. Alo shërbimi, po, kujtim gjuzit e potere, 22 njerëzit sipër, vje shërbimi, në sekund. Zotri tha e marrove, po dhe ka marru djeta. Pse i thire këta, tha në kujtim, nuk jena në drejt zakonore këtu, thash. Jena në kryesinë e kuvendit Republikës Shqipërisë, ti s'mund bësh presion, mu marrë me morë për kafe. Ku i di unë që do me më dhonë ti kafe mu? Që është i mu nesër, të korruptum? Sikur e parandjeva. Iku Ludoviku, marrojnë mandatin unë, ku Ludoviku në bëhë kallëzim. Bëhë kallëzim. Merë dhe njerë tjetë në zyrë, më tha tani janë 30.000 euro, tha, që i më ka që goca mu, i thash më bje keqë, shkelet ligji, unë e më ligjë vëndës. Pas ka hyrë në telashe... Po, kot. Kot më kot, po. Po ja, po djemë të spaput e pangë të. A më pyte. Po. Kjo është rëfenjë që unë, në qofë se është original, shkoni shifni, se merë një dokumenta, keni drejtë, ju si kasetare, me shku mi marë. Erdhe aty, tha, du 30.000 euro, ti që i morë 7.000, tha, filloj të më bo llogari. Shikoj, thash, ju si jeni ekonomist, jeni pensionist. Unë jam deputet, jam ekonomist. Dhe jam antar i Komisionit Ligjeve. Zotria ka qenë korrekt me ty, nuk e di, thash, unë ato, takon një 300-400 euro më tepër, të bilancit që i ka majtë për 3 muaj, shko merë, jo, tha, nuk janë 67 euro i kishte. Po pëte tha do ma zidhësh se s'bon. Ku më tha se s'bon, a thu se mu shem gjithë zyra e në gjmija hoqës, sa t'ja kom qenon. Zyra, zotnia 420, këshoj që u shonë atë zyrën. Mu shem ajo. Pra thira ata, bodyguardit, tha sa të nëzirë një zotrin, jashtë doli për jashtë. A i që bojë, shko, kalëzon s'pak, masi unë e kam lanë mandatin. Pëtret s'paku, telefon, ditë premte. Ditë premte Ludoviku t'ju zhjith problemit, ditë premte. Kush e të bëgë të premte, përveç se Zotit në qilë, kush i pujtë të Ti beson shumë të këto koincidencat e Zotit. Edhe ke studimet horoskopike të profesor Arqile Botit. Ashtu tjetër. Driti pas shpirti. Këto flok janë prej ati, prej medikamentit që më ndaj. Shkove në atje, unë ishim 4-5 kryetarët partive, politike, pa i thënë emrat. Ora 2:30. Alo, zoti Gjuzi? Po. Unë jam oficer i policisë, tha, gjyqësore në BKH, struktura e posaçme antikorrupsion. Si ishte ka që i famshëm më spaku atër, ishte në fillimet e ti? Shnej që ka filluar me ty? Ja, po të gjë. Apo ka filluar me peshqit e vegjel dhe tani po bim të peshqit e mëdej? Po peshka qenë unë jam anakonda. Anakonda nuk rritet tuke, ne po. Rritet në Brazil. Edhe, pas Rio de telefonatës? Janeiro ka 6.7 milion banorë qytetin. Do në qytet tjetër, Nicaragua, Managua. E di që je si hartë. Dikatorit, e doni. Je si hartë, do të bëj një test në fund, do të pyes për ndonjë shtetet, do e verifikojmë direkt këtu. Okej, dakor. Shkëlqësia juaj, zoti Gjuzi? Tu drejtova ashtu se që ti u drejtohesh gjithë njerëzve të rëndësishëm. Në fakt nuk lejohet për deputetet, kjo është për ministrat, kryeministrin, kryetarin e kuvendit, presidentin e Republikës, krye prokurorin. Ose mund t'i drejtohesh kryetarit një gjykate, pra nuk në drejtohesh. Atëherë, unë mund t'ju drejtohem juve, zonjë e nderuar, mbretresh, në rastin kur jeni mbretresha, dhe jeni, derisa keni princesha. Mbretresh, të falenderoj shumë që më dhe këtë titull, por nuk po takon. Kënaqësi. Faleminderit. Tani, kjo është pjesa përmbyllëse e intervistës, pyetjet do jenë të shpejta, përgjigjet do jenë të shpejta. Të shkurtra, të sakta, të shpejta. Të sakta. Arqile Boti, përveç flokëve, çfarë këshille të dha për jetëgjatësinë seksuale, se tani hyn? Ishte dash në horoskop numër 1. Kam dhënë përgjigje. Domethënë, jam dash në horoskop. Je dash në horoskop. Dashuria sa zgjat? Për kujtim Gjuzin? Dashuria është një dhe vetëm një. Dashuria e parë me shikim të parë. Të tjerat pastaj janë dashuri
shpirtërore për të krijuar një ngrohtësi e cila duhet të vazhdojë deri në fund të jetës. E kujtoni herën e parë kur ratë në dashuri? Padyshim. Sa vjeç ishit? Mund të kem qenë 16-17 vjeç. Ajo ku është tani? Është në qiell, nuk jeton. Ka shumë që ka ndodhur? Ka kohë. Çfarë të dhëmë më shumë në gjithë këtë kalvarin e jetës që ke bërë, kur kthen kokën pas? Zakonisht ne meshkujt e dashit e kemi zemrën e fortë. Dikush tha që e ke zemrën si gur, po ajo nuk i përkiste logjikës, ishte alogjike. Një mashkull që kalon të bëhet femër, bën operacione plastike, nuk ka logjik. Pra nuk beson në Zot. Kjo më ka dhimbtur shumë dhe kam heshtur për disa minuta, normalisht që ajo një seancë këtë e thot Donald Trump, tashmë e ka marrë dhe doktor Berisha, pasi votoi një ligj që e detyruan europianët, unë s'do ta votoja kurrë. Prandaj është Partia Konservatore atë. Po, do kesh shumë njerëz kundër se s'ka problem. ata e quajnë cënim të lirisë. Do vi një ditë që njerëzit që kanë shkuar dritë paçën nëpër varreza dashurisë, nëse do i quajmë kështu, i kanë marrë lulet e zeza. Lulet e zeza. Prindi 1, prindi 2, se ekziston si koncept për ty? Nuk më thonë asgjë. Më thonë ignorancë totale dhe një dashakeqësi. Tradhtia në martesë? Kjo është ekuivalente për mendimin tim. Askush nuk ka tradhtuar askënd. Çdo kush ka tradhtuar veten. Të ka ndodhur ndonjëherë në jetën tënde? Askush nuk ka tradhtuar askënd. Çdo kush ka tradhtuar veten. Në rregull, ke tradhtuar ndonjëherë veten? Në asnjë rast kur unë kam qenë në lidhje dashurore, në lidhjen e fesës, që është një provë, test, në martesën e parë që kaloi 12 vite e gjysmë. Dhe në dytën që ka shkuar rreth 14 vite e gjysmë, 15, le të shpresojmë që mos marrin trëndafilat zi. Trëndafilat e zi. Po përpara trëndafilit zi vjen trëndafili verdh, që thotë kujdes se po hyn në semafor me të verdh. Shquhesh për të kënduar? Dhe mund të këndosh në një fragment të këngës tënde të preferuar? Keura Shijakut Mlodhat sa bajome është kënga që këndohet për hyrjen e qeverisë Ahmet Zogu, ministri i brendshëm, me Sulejman Delvinën. Përshëndesim nipin e tij Avni Delvina, i cili ka bërë 2 piktura. Jemi të rrethuar me piktura këtu, gjej rastin. Ta përshëndes Avni Delvinën, nipin e kryeministit parë, edhe prandaj këndohet kënga. Po ti mund ta këndosh? Po më vjen në një pozicion të vështirë, për arsye se do të këndojmë një këngë për presidentin, ose Edi Rama, ose në qoftë se s'do shkoj, mund të bëjmë Sali Berishën president. Se ju e dini besoj që në një diskotekë unë thash, këndohet kënga Sali Berishës tu, ose unë me gjithë grupin tim këtu po iki. Ata s'kishin lutë mendsh me lënë ato parat që do lënte deputeti atje. Ishim në një post zgjedhje, domethënë do festonim. Dhe vum këngën e Azem Ajdarit dhe Sali Berishës. Pra nuk e kam mendje të këndoj sot Keura Shijakut Mlodhat sa bajome, se unë i kam bajome të arrat e gjitha i kam. Po ndonjë këngë italiane për shembull, se kam përshtypjen që brezi juaj kanë qenë të dashuruar me këngët italiane. Po është kënga Jezaem, po në këtë moment ishim në një bisedë, domethënë që s'mund ta këndoj. Për mua këngëtari preferuar është Nikola Di Bari. Dhe si kryepirati i vaporit Vlora, normalisht ma lidhi sistemi i jetës së Luçisë që unë isha atje. Dhe një kryeprokuror që ishte në atë kohë prokurori i Barit, a do të burgosi. Tash nuk burgos dot Timor Katolik se e prej meje. Dhe unë jam djali i Bajramit se mbretëria e Napolit dhe venecianët nuk danë më para për ushtrinë e Gjergj Gjon, Katolik, Kastrioti, Skënderbeg, i biri i Vojsava ortodokse, Pollogu, Ilirida. Si më tha mu? Nuk më burgos do t'i thash se stadiumi i Barit del për 45 minuta, ka që ke kohën, që më lirosh, s'kishte që po ju s'jeni këtu asgjë, ministri brendshëm dhe qatë tot, s'koti asgjë, vetëm presidenti i Republikës Italiane, ai është babai juaj, kombit italian, ju jeni vëllezrit tanë, Romën e themeluan 2 vëllezrit, Romeliu dhe Romeo.
Romeliu dhe Romeo. Se më kujtuat një ndërtesë që po komentohet shumë në qendër të Tiranës. Ku ti ngjeson më shumë, Skënderbeut apo Edi Ramës, po shkurt? Edhe njëherë Edi Rama duhet ta di që kur kanë rënë statujat e Egjiptit nga talibanët, unë them që edhe statuja jote atje gjysmë bust në beton, ke shkelur Tiranën, është të rrezikshme, ke hequr Gjergj Kastriotin, nuk e di ku do të dërgosh, edhe se kush ta heqësh. Por aty janë themelet e kishës katolike me 11 shenjtor, Nën Tereza është e 12 shenjtore. Ke gabuar rënd Edi Rama. Të kalojmë në një pyetje tjetër që s'ka lidhje fare me këtë. Pa tjetër bëje, unë jam i hapur për pyetje. Gratë më të bukura janë bjonde apo brune? Dhe cila është... Ju jeni si Kleopatra, por keni bërë një tjetër luk sot, në ato që kam parë unë kohë më parë. Po edhe Elena Trojës ndodhet e rana hedhur në Lysis ose Lezhë. Këtë nuk e them unë, e thot studiusi shqiptar amerikan që ka studiuar bibliotekat amerikane. Halil Tedi Teodori, që do të thot via Teodosit nuk kalon në Greenwich, por kalon në Petralba, Damask, Oslo. Nata më e fundit kur e ke gdhir, që s'ka zënë gjumi? Politikanët zakonisht flenë vonë. Ndonjëherë janë familje të trysnuara. Por ne nuk mund të burgosim më politikanë tjerë. Sendi i vjedhur duhet kthehet. Dhe për aq kohë, sa nuk do të kthehet sendi i vjedhur, 55 miliardë euro. Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, Lulzim Basha. Unë jam për mos me më zënë gjumi. Për doktorit, nga më thënë, shkërqesi sa jurikim në salë. Sill prova dhe fakte, 3 vjetë nuk e sill prova dhe fakte, a jam në koalicion me Sali Berishën? Nuk ka gjumë me Sali Berishën, se të dërgon në 3 natës mesazh. Mesazhi fundit që të ka dërguar, ama çfarë të ka thënë Sali Berisha? Në 3 natës, për shembull. Isha duke fjetur me bashkëshorten. E më tha, erdi mesazh, i thash është doktori, sa i nuk flen, se na ruan ne, se është baca. Edhe çfarë shkruante? Tani, s'mund t'i them. Nuk thuhet. Nuk mund t'i them se nuk kam leje nga baca. Hera e fundit që ke qarë? Hera e fundit që kam qarë, jo, në fakt isha nëndër. Më doli babaj, ka ndruar jetë në 2008. Më tha, kujdes. Dhe sa pasyt i shof, po të vini rej tani dhe më thënë, ne na burra, nuk për lotën akullaj, por edhe ne jemi bi tuaj. Unë jam i biri i Shadijes, i nënës time. Pse, nuk dhe më shkojnë lotë, po unë nësa jo ndronë jetë, po. Po për babajnë, ke qarë në herë në sytë babajt, jo kur. Se i binte që a i kishë rritur një njëri të fort. Do më thënë, e linte familjen në Boshlik. A ka pas, po. Ka pas një rast, kur kam asistuar në vdekjet e 2 gjysheve të mia. Njëra në 71-shin, dhe tjetra aty nga 94, 95, do më thënë. Duhet të ketë qenë, aty kështë 78-79 vjeç. Kjo ishte gjyshja që i kishin vrarë burrin 33 vjeç, dhe njëherë kur si Trazavac, si ne djemë të Tiranës, në atë kohë i bërë një pyetje që sot e më bërë pishman që e bëra pyetjen. I thash, në gjyshe, po pëse si e martuar derisa ta vranë burrin? Ajo më ktheu një përgjigje, madhe i në kruja që se harroj kur. Për mos të dorëzuar me shkuj tjerë tek burrat të tjerë, janë vrarë ta 200 vasha në shkëmbin e vajës, se i thonë shkëmbi i vajzës aty, po shkëmbi i vajz do të thotë, e këshin fjallën këtë qarë. Kjo ishte pyetja juaj. Edhe shpesher e shifja vetëm që lotonte, po jo në sytë të fëmijëve të saj. Ajo rriti një djalë dhe 3 vajza. Të 3 vajzat martuara dhe djali martuar, pra daja im tjetri.
Dhe mua më tregoj gjithë historinë ta, nëse unë do vdesta, ti nuk ti, të unë ti se e nipi, nuk do ta tregosh apo shkruash këtë histori të Vath Bajramukës që ka qenë armatol në marrëveshjen e Mukjes ta, jazik të qofë se kockat të ndharë nuk më drejtë. Do më thënë, të moment ju të detyronit që të përlotës. Normal. Dalojnë lotët se fillon shkëlqenë sytë më tepër. Kështu që është rasti si shtash i ëndrës me babajnë tim. Tera fundit. Beson në Zot, ka jetë për te kësa jetë që ne po bëjmë këtu? Shiko, ne jemi rritur në një sistem ateist. Por ngulitja e besimit në Zot është se në të gjitha rastet kur unë kam qenë në sistemin e krizës familjare, ekonomike, financiare, brenda familjes, nëna ime thot, në shenjën e Gaforës thot, del hëna e madhe. Nëse do t'i lutesh asaj 3 ditë rresht, çfarë të kërkosh do gjesh. Në fakt është e vërtet. Kam realizuar ëndrrën time që ti isha në deputet, pra të zija karrikën e xhaxhait tim të mëparshme, dhe jam ulur pikërisht në vendin që ka qenë i ulur xhaxhai im, në rrestin që ka qenë i ulur xhaxhai im, dhe kam marrë dokumentacionin, ja kam çuar xhaxhait tim. Ai vdiq 94 vjeç, do tha, në varrin tim do flas vetëm Kujtim Gjuzi, se ky dha ka marrë amanetin. Pra ka marrë hakun. Shiko, ne Bektashit, të lëshojmë kollajën e. Si. Edhe një pyetje fundit, të bësh dashuri, është si të provosh parajsën? Kur je i ri, nuk e koncepton dot dëshirën për dashuri. Të më thënë, e shef si Jezu Krishti, e shef si Shën Maria, e shef se mos bën dëm dhe nëna ime thotë, nëse bën dëm ke Virgjëresh Maria, ti do ta marrësh për grua, ndryshe është krotana ajo. Gruas thot mos i trego kurrë portofolin, se gratë ose zonjat ose mretneshat tremben. Në fakt unë se kam zbatuar. Tremben apo tërhiqen? Tremben, po kur tremben normalisht i tërhiqesh. Unë se kam zbatuar këtë. Jo, është e kam fjalën. Kur ai portofoli ka para. Unë se kam zbatuar këtë, unë i thash me kontrapyetje, se jena dash të dyne. I thash, ti e trem në herë? Më tha mu nuk më ka lënë babai jot që tremem asnjëherë. Është filozofi, ja. Është filozofi. Nuk është që letë. Pra, ka jetuar 55 vite me një burr. Por, nuk e di, a u trembët ju si shenjë Gaforës sot në unë? Unë mendoj që jo, nuk e di. Jo, unë gëtova, ishte bisedë shumë. Do më lejosh të ngrej një shëndet. Për vajzën tuaj, ta ruani atë, kjo është një këshill domethënë. Sikur se unë i kam ruajtur vajzat e mia dhe ato janë me arsim të lartë, njërën akoma s'është stabilizuar se do të marrë këto titujt shkencore, më the tash. Ta ruani atë se Shqipëria ndonjëherë ka njerëz që dalin jashtë kontrollit të qendrës së inteligjencës. Dhe ne meshkujt në ka raste që dalim. Dhe ju mund drejtoni pyetjen e fundit fare, po ti apo ju keni dalë ndonjëherë, kam qenë në prag të kufirit për dalë. Aty më është kujtuar nëna ime që thotë, hey, triu, mbretëresha ka të drejtë. Pik, mbaroj. Bravo. Ishte kënaqësi, për vajzën tuaj, për ju, për gjithë familjen tuaj, për gjithë çka keni ju dashurit tuaj. Falenderoj shumë që ishim këtë intervistë gati 90 pikë apo plus disa minuta. Intervistë e gjatë e bukur. Ishte kënaqësi, ishim këtu në darkë. Mos i thirr herë tjetër ata që kanë luajtur futboll, sa ato kanë menin këtë 90 minuta plus. Po, se duhet ta themi që je një ish futbollist, një ish stilist, të gjitha profesionet e artit i ke provuar. A jemi në shpjegimin e fundit. Kam përdorur hilaritet të kjo. Kam parë çfarë bëhet ju këtu dhe ju e keni arreduar shumë bukur. Unë kam gjetur për fatin tim pecetat blu, tavolina është e bardhë, Tirana është bardhë e blu nga paqja që kërkoi të dhuroj Alipash Tepelena. Njëherë tjetër do shpjegojmë legjendën urbane të Alipash Tepelenës deri te kisha ortodokse e Shën Marisë në qendër të Përmetit te Guri i Madh. Te Guri i Madh i Përmetit. Okej. Kujtim Gjuzi, ishte kënaqësi që ishe në këtë podcast këtu në Dark Boutique Hotel.
Jam bjetë shumë i këndshëm apo jo? Tani mund të shkosh edhe të flesh në ndonjë nga dhomat. Kam frikë se mbretëresha të nxjerr punë. Do të telefonoj mbretëresha. Në mënyrë absolute, Ministri i Brendshëm. Ministri i Brendshëm, të falem mbretëreshës, kënaqësi Kënaqësi, dhe miru takofshim një herë tjetër. Ju falenderoj shumë.